CNA pak ditë më parë publikoi një listë me emrat e mundshëm për të qenë kandidatët e opozitës për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Një ndër emrat ishte edhe aktori dhe aktivisti Florian Binaj. Ka qenë vetë Binaj i cili mbrëmjen e së shtunës ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të Bashkisë së Tiranës, duke i bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në këtë përpjekje për të rikthyer qytetin në shërbim të qytetarëve. Të dashur mikesha dhe miq, qytetar të ndershëm, punëtorë fjalpak të kryeqytetit, pas 22 vitesh si artisti përfshirë në çështje publike dhe si një qytetar i rritur në këtë Tiranë që ka humbur shumë në emër të zhvillimit, besoj se ka ardhur koha për një ndryshim të vërtet. Vendosa të kandidoj për kryetar bashkie për t'i dhënë qytetit një drejtim qytetar të pavarur, të ndershëm dhe përfaqësues për të gjithë, ka thënë Binaj. Ai theksoi se kryeqyteti ka nevojë për një figurë jashtë politikës partijake, një përfaqësues që nuk ndan qytetarët sipas bindjeve politike, por i shërben të gjithëve si të barabartë. Na duhet një drejtues i zgjedhur nga qytetarët për qytetarët, të rikthejmë bashkinë si një shtëpi të përbashkët, jo si një zyrë partie. Nuk mund të presim edhe 34 vite të tjera që të shohim ndryshim. Koha është tani, shtoi Binaj. Ai i bëri thirrje të gjitha forcave politike që besojnë në ndryshimin e vërtet, pavarësisht bindjeve apo ngjyrave, të mbështesin këtë nismë qytetare. Ftoi të gjithë qytetarët intelektuale, të majtë të djathtë që duan një Tiranë më të jetueshme, më të drejtë dhe më njerëzore të na bashkohen. Të bashkohemi për të rikthyer besimin tek institucioni i bashkisë, ka thënë ndër të tjera Binaj.